të rris aspektin nacional ose nacionalist të serbëve në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe mos t'i ndodh edhe lëshimi atje siç i ndodhi në Kosovë, sepse shohim përgjatë seancave të ndryshme në kuvendin e Serbisë që zoti Vučić akuzohet nga opozita atje që e humbi veriun, e humbi Kosovën, e humbi dinarin në Kosovë, pra vijnë akuza të ndryshme e gjë të cilën nuk dëshiron ta pranoj të ndodhë edhe në Bosnjë. Prandaj rreziku që atje mund të kemi një kanosje më të madhe është shumë i madh, sepse ai do të luftoj me të gjitha mundësitë që mos ta lëshoj këtë pjesë. Ndërkaq zoti Dili, bashkësia ndërkombëtare reagon shpesh ashtu si kemi parë me gjuhë të kujdesshme ndaj deklaratave të tilla nga ana e presidentit serb Aleksandar Vučić. Mendoni se po inkurajon heshtja ndërkombëtare për shkallëzimin e të gjithë kësaj retorike nacionaliste në Ballkan? Ne jemi mësuar tashmë me këtë pjesë nga bashkësia ndërkombëtare që të tentoj ta mbajë Serbinë me të butë. Mbajtja e Serbisë me të butë sipas tyre është mundësia më e mirë që Serbinë edhe ta marrin për veten e tyre dhe mos ta lejojnë të shkojë me Rusinë. Është një pikë strategjike për Ballkanin edhe Serbia, prandaj ato tentojnë që mos ta humbin, por që orientimi politik dhe ideologjik serb është i përcaktuar dhe është shumë e vështirë të ndryshohet. Është e njëjta gjë sikurse që kishim ne shqiptarët, ne ishim të përcaktuar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe aleatëve të tjerë, andaj sot në asnjë formë nuk jemi të gatshëm ta shkëmbejmë këtë pjesë. Pra njëjta gjë ndodh edhe me Serbinë, pra sa ata nuk janë të gatshëm të refuzojnë të mirat të cilat i vijnë nga Serbia, nga Rusia, Kina, Korea e tjerë. Pra, kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian po edhe shtetet e tjera, sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri më tani kanë qenë shumë të qeta dhe në raport me Serbinë. Ndërkaq zoti Dili, Vučić thotë se kundër Serbisë po zhvillohet një fushat nga Prishtina, Zagrebi dhe Podgorica. Mendoni se tashmë po ndërton Beogradi një narrativ rrethimi, do ta quaja, për të justifikuar këtu edhe politikat agresive rajonale? Kjo është politika, kjo është puna që di ta bëj Serbia më së miri. Pra Serbia din ta luajë shumë mirë rolin e viktimës në raport me shtetet e tjera, sidomos në Ballkan. Nuk ekzistojnë takime dhe nuk ekzistojnë mbledhje qeverish dhe nuk ekzistojnë mbledhje deputetësh ose çfarë diun të kemi një raport të tillë. Ka ekzistuar një trajnim mushtarak i përbashkët mes Kosovës, Serbisë dhe Kroacisë, që është normale për një fshinësi të mirë, po zoti Vučić nuk e din as çka është fshinësia e aq më pak çka është fshinësia e mirë dhe në këtë kontekst çdo raport i mirë dhe progresiv mes shteteve atij duket që është në disfavor të Serbisë, patjetër që është në disfavor të Serbisë sepse ne themi raport i mirë mes shteteve ballkanike, po edhe shkëmbime të trajnimeve të ndryshme, patjetër që në një raport tjetër do ta dobësonin shumë Serbinë. Dhe në këtë kontekst, patjetër ata që duhet ta luajnë vazhdimisht viktime. Mendoni zoti Dili se presidenti serb Aleksandar Vučić po ndjek të njëjtën strategji si Slobodan Milošević pavarësisht se distancohet nga qëndrimi i tij? Zoti Vučić është i shkolluar politikisht nga zoti Milošević. Ndaj nuk mund të jetë edhe ndryshe edhe në mendsinë e tij politike. Kështu që nuk besoj që vdo më shumë koment sepse kemi një person i cili ka qenë ndoshta edhe krahi i djathtë i zotit Vučić për luftrave ballkanike. Ndërkaq zoti Dili, nga ana tjetër Vučić justifikon të gjithë të qëndrim të tij duke i referuar këtu marrëveshjes së Daytonit dhe ruajtjes së lidhjeve serbe. Mendoni se po përdoret tashmë Daytoni si një mburojë ligjore për projektet politike që shkojnë përtej asaj marrëveshje? Çiko, është definitivisht zoti Vučić do të përdorë të gjitha mundësitë, të gjitha kartat të cilat i ka në dispozicion që të ngrisë narrativa të ndryshme në Ballkan dhe të tentoj të marrë atë të cilën mendon se i takon. Sigur zoti Vučić, sigur Serbia, po dhe të gjithë të tjerët e kanë marrë tashmë përgjigjen e tyre në vitin 1999 sa i përket Republikës së Kosovës, kështu që
një Serbi e madhe të cilën ata proklamojnë në mendjen e tyre nuk do të ekzistojë dhe nuk ka më ekzistuar asnjëherë. Zoti Dili, paralelja mes Groenlandës, Kosovës, e cila tashmë fut në një fjali këtu shëban Europën edhe Ballkanin, mendoni se Serbia tashmë po tenton të përfitojë nga i gjithë ky kaos global që është krijuar për të rishikuar ndoshta edhe rregullat rajonale? E thamë edhe më parë që geopolitika po ndryshon, strategjitë politike të shteteve po ndryshojnë, mirë po para se të vinim te Grenlanda, Zoti Trump e nënshkroi një marrëveshje mbi raportet e shteteve në Ballkan, gjë të cilën e përmendi edhe në letër që Kosova është e mbrojtur territorialisht me këtë territor që e ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj Serbia do të tentojë të marrë nga secila formë diçka, mirë po është e pamundur sepse Zoti Trump para se të shkonte te Grenlanda e siguroi ndoshta edhe një herë Kosovën dhe Ballkanin që mos ketë ndryshim kufish. Dhe në këtë formë ja bëri me dije që ne ato ndryshimet gjeopolitike të cilat i kemi ne në plan si SBA ose edhe ndoshta si bashkësi ndërkombëtare nuk do të vijë asnjëherë në një raport të tillë që Ballkani perëndimor të ketë këto ndryshime. Pra në këtë kontekst nuk shoh që Kosova mund të jetë diçka e ngjashme me Grenlandën ose edhe mund të jetë tim diskutimi sikur Grenlanda. E qartë, mirë, Zoti Dili, për të mbyllur pasi kemi arritur në fund, çështja e Kosovës, Bosnjës dhe suverenitetit tashmë po lidhen ashtu si e dim në një narrativ të vetme. Mendoni se tashmë po ndërtohet një doktrinë re serbe për të gjithë Ballkanin perëndimor? Për dallim nga shtetet e tjera ballkanike, politika serbe asnjëherë nuk pushon. Ata nuk pushojnë së menduari, nuk pushojnë së tentuari për të gjetë narrativa të ndryshme, për të gjetë opsione të ndryshme për të realizuar ato kërkesat dhe dëshirat që ata i kanë. Patjetër që këta do të tentojnë ta bëjnë këtë, patjetër që do të tentojnë të gjejnë forma të ndryshme, mirë po e tham tash sa herë rezultati do të jetë ky të cilin e kanë marrë qysh në vitin 1999 nga Kosova, po dhe vitet e para, të të viteve 90 nga vendet e tjera si Kroacia, Slovenia, Slovakia e tjerë. Pra nuk do të ketë asnjë ndryshim. E vetmja pengesë ose vetmi themi shtet i brisht në aspektin e sigurisë po dhe politikës mund të jetë Bosnia e Hercegovina, pasi që ajo ndodhi nga një gabim i cili erdhi nga bashkësia ndërkombëtare dhe që unë sot gjithmonë e përgëzoj Zotin Thaçi për një vendim që ka bërë shumë të mirë është që Kosovën ose flamurin e Kosovës e ka fut me hartën e cila i përket Republikës së Kosovës dhe në këtë kontekst asnjë ndryshim kufi nuk mund të ndodhë sepse një ndryshim kufi patjetër që do të thoshte që të ndryshohen edhe simbolet. Mund të themi se po flasim për simbole dhe ajo mund të bëhet shumë thjesht, po mos të harrojmë që ne jemi në një vend i cili varet kryekput nga kuvendi dhe duke u varur nga kuvendi çdo lloj ndryshimi duhet të bëhet në bazë të votave në kuvend. Prandaj ndryshime kufish nuk besoj që mund të ketë, sidomos në këtë rrethin e ngushtë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi. E qartë, mirë. Zoti Dili, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që ndatë me mua. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit shumë. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të kësaj pjese të dytë, më pas do ndalemi në pjesën e tretë për të folur mbi Big Brother VIP Kosova dhe ato të Shqipërisë.